Debatet brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova nuk kanë ndalur që pas përfundimit të prajmit të fundit, ku tensionet dhe diskutimet kanë marrë një havë të veçantë mes banorëve. Një nga momentet më të përfolura ka qenë ku Shkurta ka marrë fjalën gjatë një bisede të zjarrt me Albën dhe Klodianin, duke shprehur mendimet e saj për karakterin dhe përgjegjësinë e banorëve brenda shtëpisë. Bëni subscribe kanalin Showbiz Albania për më të rejat rreth showbizit vendor. Shkurta u shpreh se sipas saj, vetëm ata individ me karakter të fortë janë në gjendje t'i dalin zot fjalës së tyre dhe të qëndrojnë në atë që thonë. Shkurta theksoi se jeta brenda shtëpisë, megjithse një eksperiencë televizive, kërkon maturi dhe aftësi për të menaxhuar marrëdhëniet dhe konfrontimet. Nëse flasim për realitetin, këmbët i kemi në tokë. Shkurta duket se ka dashur të bëjë të qartë një mesazh të rëndësishëm. Në një ambient ku intrigat dhe lojrat psikologjike janë të zakonshme, vetëm ata që janë të sinqertë dhe të përgjithshëm për fjalën dhe veprat e tyre mund të qëndrojnë të fortë dhe të fitojnë respektin e të tjerëve.